إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm dhe të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut I lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është vetëm se pasojë e veteve, e veprave dhe e sjelljeve tona, cilindo që Zoti Allahu e udhëzon nuk ka kusht ta humb dhe devijojë, dhe cili do që humb dhe devijon nuk mund ta çeli rrugën e tij dhe nuk mund t'i çeli sytë e tij dhe nuk mund ta çeli zemrën e tij për ta udhëzuar te e vërteta dhe e drejta askush tjetër përveç Zotit. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të njihet si Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një I vetëm, pa shok absolut, I pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, pa bir apo trashëgimtar, pa bashkëshorte. Nuk është si ai asgjë, e ai nuk I ngjan asgjëje. Mendjet njerëzore nuk e imagjinojnë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri I dërguar I Zotit, ishte vula e profecisë në tokë, e adhuroi Zotin sa ishte gjallë, I përkushtuar Zotit sa ishte gjallë, e çoi në vend amanetin që I la Zoti si barr, duke shkuar tek Zoti I tij me përgjegjësinë e shlyer dhe amanetin e zbatuar. Mirësitë e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Ne jemi në rrugëtimin ton të meditimit në surat e Kuranit dhe sot inshallah taala do të ndalemi siç edhe e dham sinjalin javën e kaluar me ajetin e parë të surës Al-Maide, kapitullit ose surës së tryezës, sofrës, që zbriti nga qielli si një mrekulli e Zotit për Isain alayhi salatu wassalam, gjë që do të ketë një hutbë vete me shpresën e të Madhit Zot në fund të kësaj sure. Ajeti I parë I surës Al-Maide faktikisht është ajet që prek jetën e njeriu në të gjitha detajet e saj. Ja ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. O ju që keni besuar, përmbajuni kontratave, marrëveshjeve që bëni, pa dhënë ndarje dhe kufizim. Nuk tha përmbajuni kontratave dhe marrëveshjeve që bëni me besimtarët. Tha o ju që keni besuar, pra ju që I thoni vetes musliman dhe besimtar, Zoti ju urdhëron, pra ju obligon që t'i përmbaheni kontratave dhe marrëveshjeve. Pavarësisht se kush është pala tjetër, ti duhet të rish korrekt dhe duhet t'i përmbahesh. Për këtë arsye,
thot ajeti tjetër kuranor, wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula. Mbajeni premtimin e dhënë, se premtimi do të jetë një nga pyetjet në botën tjetër. Për këtë arsye tregon Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka besim ai që s'ka besë, e s'ka fe ai që nuk i rrin marrëveshjes dhe kontratës. S'ka besim ai që s'ka besë. Pra besa është një tregues i fortë dhe besa është tregues i fortë i besimit vërtet. Dhe mbajtja dhe ti jesh korrekt me marrëveshjen dhe kontratën që bën, do të thosë se ti ke fe. Je më të vërtet njëri me fe. Pasi feja, ne e kemi thënë gjithmonë, nuk mund të jetë e kufizuar në kohë apo në vend në jetën e njeriu. Feja është në gjithë jetën e njeriu. Kështu që ti je me fe kur je në xhami, po edhe kur je në rrugë. Kur je në shtëpi, po edhe kur je në tregti. Kur je në marrëdhënie normale me njerëzit, por kur je në marrëdhënie pune, marrëveshje apo kontratash. Sepse ti besimin e ke gjithmonë. Dhe Zoti të sheh gjithmonë dhe Zoti të dëgjon gjithmonë, e jo më fakti tjetër që ti beson se një ditë do të dalësh përpara Zotit dhe për çdo detaj tjetër do të japësh llogari. E Zoti na mëson nëpërmjet ajeteve kuranore se një nga gjërat që do t'japi njeriu për të llogari në botën tjetër janë marrëveshjet, kontratat, premtimet që ka bërë në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke folur për besimtarin e vërtet dhe për besimtarin laraman, tha besimtari munafik, ai që është me lara, me ngjyra, është ai i cili ka 3 shenja, një nga shenjat e tyre e kësaj kategorie, tha kur e jep premtimin nuk e mban, kur jep besën e pren besën. E ky nuk mund të jetë musliman, ky nuk mund të jetë besimtar. Pra nuk me kuptimin nuk mund të jetë musliman i vërtet. Nuk mund të jetë besimtar i vërtet, se besimtar mund të jetë ai, nuk e mohon kush faktin që është musliman apo faktin që është besimtar. Ama besimtar i vërtet s'është kaq kollaj puna. Besimtari i vërtet do të thotë atë që beson e ke përthith me gjithë qenien tate, me gjithë shpirtin tat, me gjithë vujdanin tat, dhe pastaj komandon ky besim jetën tënde, fjalët e tua, veprat e tua, sjelljet e tua, edukatën tënde. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelalu në një nga ajetet e bukura kuranore dhe gjitha ajetet janë bukura, tha: ja ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasuli. O ju që keni besuar, besojeni Allahun dhe dërguarin e tij. Duke sikur ka përplasje. O ju që keni besuar, do të thonë se kemi besuar. Jo, sikur po thot, o ju që keni besuar, besoni në të vërtet. Besoni ashtu siç duhet. Besoni duke ndjer. Besoni duke qenë besimi, ai që udhëheq dhe orienton jetën tuaj. A i thu vetës musliman? Po. Pa e ke pyet ndonjëherë veten çdo thot musliman? Do më thënë i je dorëzuar Zotit. Pa kushte. Ke pranuar Zotin pa kushte. Se s'mund t'i vesh kushte Zotit. Pavarësisht se Zoti ka premtuar gjëra për ata që japin besën atij duke u bërë musliman. Përderisa e pranove, atëherë pranoje të tërën. Për këtë arsye i madh i Zot, Allahu xhalla xhelaluhu, e quajti besimin dhe fen në Kur'an natyrshmëri, ose e quajti në Kur'an ngjyra e Zotit. Ajo që merr formë dhe merr dhe përshtatet kudo që mund ndodhet njeriu. Dhe ju tha njerëzve në Kur'an, pra besimtarve, sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibgha liqaumin yu'minun. Ngjyrimi i Zotit, pra duhet të rish me një ngjyrë. Nuk mund të jesh dy fytyrësh, nuk mund të jesh besprer, nuk mund të jesh që tradhton, nuk mund të jesh që pret mbes njerëzit. Për këtë arsye po ta shohim në mënyrë se si
e sheh Islami këtë lloj situate e sheh tre gjëra. Thotë e para konsideron prerjen në besë mëkat dhe gjunah të madh në botën tjetër. Pejgamberi alayhis salam tha: "Yu'qadu li kulli ghadirin yawm al-qiyamah liwa'un fa yuqalu hadhihi ghadratu fulan." Çdo njeri që ka prerë në besë dhe ka tradhtuar në këtë botë dikë, në botën tjetër do t'i vihet një flamur mas shpine dhe do të shkruhet ku të ka tradhtuar dhe ku ka prerë në besë ky njeri dhe e lexojnë gjithë njerëzit. Me tradhtyra në tokë para gjithë njerëzve. Ne këtu në këtë botë s'duam ta dinë njerëzit gabimin që bëjmë apo shkeljet që mund të bëjmë. E jo më në botën tjetër me t'i pa gjithë njerëzit çka ke botën tjetër në kësaj bote. I madhi Zot Allahu xhallal xhelalu në Kur'an në një ajet tjetër kur foli për ata që presin në besë dhe tradhtojnë, tha la'annahum, do t'i mallkojmë në botën tjetër. E po të mallkoj Zoti, ku ja shef hajrin vetes? E mos më thon pastaj që ky mallkim e përfshin njeriun dhe në jetën e kësaj bote. Dhe ne themi pastaj si s'ka bereqet puna, si s'ka hajër, si s'ka bekim, po lodhemi, po munohemi, paret po zejnë vend, jo po shnet, jo po kjo, jo po kanceri, jo po ku e diun e tjerë, po normal më vlla. Është bërë rena ligj. Është bërë mashtrimi domosdoshmëri. Është bërë betimi për të shit malla, po për t'ia fut tjetrit Zot na ruaj, është bërë normalitet. E ku është bereqeti? Ku do ta hudhi Zoti i Madh bekimin? E në ajete të tjera dhe hadithe të tjera konsiderohet dhulm, pra padrejtësi. Po pse është padrejtësi? Po shumë e qartë se personi që lidh një marrëveshje, një kontratë me dikë, jep premtim, edhe ai tjetri jep premtim. Dhe në bazë të kësaj, gjithë secili mendon se çfarë fiton prej kësaj gjëje. Dhe në momentin që njëra prej palëve nuk i përmbahet, do thotë se ka bërë zullum, ka bërë padrejtësi. E pejgamberi alayhis salam tha: "Kujdes ta me zullumin dhe me padrejtësinë, se ditën e Kiametit shtohet dhe shumë fishohet." Fa bi dhulmin min alladhina hadu la'annahum. Kur bën zullum dhe padrejtësi, lëshuam mbi ta mallkimin ton, thot Zoti në një tjetër kuranor. O robët e mi, unë ja kam bërë haram të ndaluar padrejtësinë, zullumin vetes time. Prandaj ju a bëj dhe juve haram të ndaluar, prandaj mos boni padrejtësi mes njëri tjetrit, mos i boni njëri tjetrit zullum. E nuk ka zullum më të madh kur ai tjetrit beson diçka në bazë të fjalës që ti thon, në bazë të marrëveshjes që ti bën, edhe ti pastaj e pret në besë. Ose nuk i përmbahesh. E më e keqja është kur kërkon pastaj hakun tënd të plot, ndërkohë që nuk i e përmbajt. Dhe ne kemi thënë dhe herë tjetër, o vëllezër, haram në Islam nuk është vetëm mishi i derrit dhe alkooli apo bixhozi. Haram është edhe kur merr diçka pa e merituar. Kur çon diçka në shtëpi duke hëngër djersën e tjetrit, duke mos ia dhënë hakun tjetrit. Tha pejgamberi alayhis salam, i jepja tha punëtorit hakun para se t'i thahet djersa. Jo, po ne kemi rënë dakord që t'i lajmë rrogat në fund të muajit, okej, në fund të muajit ama. Jo të vonohet rroga 24 orë nga orari. Jo të vonohet rroga i ditë, 2 ditë apo 3 ditë. Apo mos t'jepet fare rroga. Apo të harrohet. A i tha para se t'i thahet djersa me kuptimin rikorrekt. Në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam ka disa ngjarje o vëllezër shumë interesante. Le të ndalemi në një moment shumë të vështirë që ka përjetuar
pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është lufta. Hudhayf ibn al-Yamanin, një prej sahabëve të njohur, e pyetën: "A ke prezantuar në luftën e Bedrit?" Tha jo. Pastaj tha: "A di cila është arsyeja?" E tha: "Unë po vija për në Medinë, më zun i dhujtarët." Më thanë: "Po shkon tek Muhamedi?" Ju thash po. Do të thonë po emigroj. I thanë ata: "Nuk kemi për të lënë se jemi në luftë tani." I thanë ata: "Nuk kemi për të lënë se jemi në luftë." Ky ju tha: "Ju jap besën që nuk do të luftoj kundër jush." Edhe e lirun. Hudhayf ibn al-Yaman vjen më shpejt në Medinë dhe muslimanët kishin dalë në Bedr, po prisnin i dhujtarët. I tha pejgamberi sa po ti nga erdhe, tha nga Mekka, si është puna jote? Tha kështu. Tha pejgamberi alayhis salam: "Insarifa nufi lahum bil ahd wa nasta'inu Allah alayhim." Ktheuni mrapsh, pra vazhdoni rrugën për në Medinë, se nuk duam të prejmë ne në besë. Po ne do të kërkojmë ndihmë Zotit, e ka për të na ndihmuar Zoti. Dhe nuk i lejoi pejgamberi alayhis salam që të futen në rrjeshtat e ushtarëve, ndërkohë që ishte kohë lufte. Kush pyet në kohë lufte, le të themi. Dëgjojeni rastin tjetër. Vin tek pejgamberi alayhis salam dy negociatorë nga Musailama ibn al-Kadhab. Musailama al-Kadhab ishte një që thoshte janë profet në kohën e pejgamberit alayhis salam. Dhe ky çon dy persona për marrëveshje dhe për negocim me pejgamberin alayhis salam. E ke parasysh pejgamberi i Zotit përballet me dy persona që i thoshin ti nuk je pejgamber, po është ai joni. Në Medinë, në vitet e fundit të jetës pejgamberit sa që ishte në kulmin e fuqisë dhe pushtetit të tij. Çfarë tha? Ar-rusulu la tuqtal. Negociatorët nuk vriten. Kështu që ktheuni, jeni në besë, në fjalë ktheuni të qetë. Çojeni fjalën time tek ai profeti juaj, se unë nuk ju prek juve. Dhe i la të qetë të kthehen. Një moment tjetër, pse po i përmend këto vëllezër, po i përmend këto për t'treguar se nëse pejgamberi sa sen në situata të tilla kaq të vështira i ka qëndruar korrekt dhe nuk ka prerë në besë dhe nuk ka thënë në besë, ne nuk kemi asnjë arsye që dikujt sot të hyjmë në hak. Vallahi bilaj për Zotin. Asnjëherë s'ka arsye me thy besën, po sot i herë në këto kohë kaq të mira dhe të qeta s'ka asnjë justifikim. Në Hudejbije po bëhej marrëveshja e paqes mes pejgamberit alayhis salam dhe armiqve të tij. Dhe një nga pikat thoshte: dhe nëse ndonjë prej muslimanëve vjen nga Mekka në Medinë, muslimanët obligohen ta kthejnë mrapsh. Dhe nëse ndonjë prej dhujtarëve do të ikë nga Medinja në Mekë, s'kan të drejtë me ndalu. Këti i lejohet, kurse ky do të kthyer mbrapsh. Dhe po diskutojshin pikat një nga një. Është histori e gjatë. Ndërkohë që po shkruajshin pikat dhe shkruajtësi ishte Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, s'kishin arrit në fund, pra nuk kishin arrit më shkruajt emrat dhe më udh firmat. Vin dy persona të ndryshëm, në kohë të ndryshme, pan pejgamberin alayhis salam me sahabët, në vend për të shkuar rrugës, zbritën poshtë ke lugina ku po bëhej marrëveshja e paqes. Ai që drejtonte situatën nga i dhujtarët, negociatori i dhujtarëve, i tha: "O Muhammed, po e fillojmë me këta të dy." I tha pejgamberi alayhis salam, tha marrëveshja nuk ka mbaruar akoma. I tha ai: "Jo, tha, për këtë pikë kemi rënë dakord. Këto të dy erdhën, tha, na i kthem mbrapsh." Tentoi pejgamberi sa se mirë, po logjika e tij ishte e fortë, se këtë pikë kishim kalu. Pejgamberi thoshte: "Po pse kemi mbyll?" Jo, tha, këtë pikë kemi rënë dakord. Tani llogaritën syt pejgamberit alayhis salam, në syt sahabeve kapen dy njerëz për zgjalli, lidhen edhe kamzhikoheshin në syt këtyne. Megjithatë pejgamberi sa si më bonte me shenjë njerëzve, qetësoni.
Këta tani shifshin pejgamberin alayhis salam si na dorëzohet pejgamberi sa ka armiku, si më thon. Pejgamberi sa ju dha një sinjal dhe ju tha, Zoti do ta bëjë mirë. Allahu ka për të dhënë zgjedhje. Faktikisht ta rregullon punën pastaj. Një të kaluaj që i morën ato kaluan mbrapa, bon një sulm, dolën vete, kush vinte nga Mekja, i thoshin këto mos shkon në Medinë se kthehen mbrapsh, formuan i çet aty. Edhe mas një viti erdhën i dhujtarë duke i kërkuar pejgamberin sa ta prishim kontratën, sepse nuk po i linte kjo çeta që ishte jashtë pushtetit të pejgamberit alayhis kishin zonë një vend atje, edhe kush kalojte këtej nga muslimanët thoshte rri këtu, e kush kur vinte në një karvan me ushqime apo me tregti i kurajshitëve e rregulloheshin, e kalojshin aty ke vetja vet, edhe u bon ato bela më e madhe se sa ishte belaja e Medinës për i dhujtarët e Mekës. E rëndësishme si ajo që ne duhet kuptojmë është korrektësia dhe si u përmbajt pejgamberi alayhis salam dhe nuk boni loj fjalësh. Okej, kemi rënë dakord për këtë pikë, fillon zbatimi që është tani. Mos më fol pastaj o vëllezër ke pjesa, le të themi familjare dhe shpirtënore, tek pjesa, domethënë e tregtisë. A nuk tha pejgamberi alayhis salam, nëse dy veta tha bëjnë një ortakëri, nëse flasin të drejtën dhe janë të pastër me njëri tjetrin, Zoti ka për t'ju lëshu bekim dhe bereqet madh. E se nëse nuk janë pastër me njëri tjetrin dhe nuk flasin drejtën, Zoti do t'u heqë bekimin nga fitimi i tyre. Ose ajeti kuranor ku Zoti tha mirë wailun. Wailun, thon komentatorët e Kuranit, është një lugin në xhenem vetëm për ata që thyn besë dhe presin besë dhe prishin marrëveshjet apo hajnë kontratat. Nuk i hajnë si sanduiç, po i hajnë me kuptimin nuk i përmbahen. Wailun lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Mirë për ata që hajnë në peshë ose në matje. Kur ata masin ose peshojnë për vete, e kërkojnë fiks. Kur masin ose peshojnë për të tjerët, injorojnë, bëjnë hile. Pastaj tha, a nuk mendojnë këta se një ditë do dalin përpara Zotit? Si ka mundësi që një të besoj se do dali përpara Zotit dhe të bëj hile, të mashtroj? Nuk është harami vetëm ke rakia, ke mishi derrit, ke bixhozi, është edhe në këto gjëra. Nëse e shet një mall dhe mashtron, gënjen, ke çu mish derri në shtëpi, ke çu alkol, ke çu lek bixhozi në shtëpi, ke çu zjarr xhehenemi. Edhe thu pse s'më gjejnë fëmijët. Edhe pse thu pse fëmijët e mi janë kështu po ashtu. Jo po i prishi shoqënia, jo më i ke prish ti. I ke prish ti me haramin që çon në shtëpi. Se nuk është haram vetëm mishi i derrit. Ky është haram më i madh ndoshta. Po vallai më i madh është djersa e tjetrit. Për këtë arsye thoshin ulemat e Islamit, thoshte besatimi dhe beslidhja dhe kontrata njëjtë është dy lloje. Kontrata që ka me Zotin, marrëveshja që ka me Zotin. Tu është o Zot mos na ngarko më shumë se sa bajmë. O Zot do bëjmë çka ke thënë ti, po gabum na fal. E Zoti fal. A më haku i tjetrit, e drejta e tjetrit, djersa e tjetrit, mundi i tjetrit, paraja e tjetrit. Po nuk ta fal me vlla, unë kam thonë dhe herë tjetër, jo i haxh me bo, po 1000 haxhe me bo, nuk, ore leku i tjetrit, paraja e tjetrit, djersa e tjetrit nuk lahet. Dëshmor, me ra njeriu në rrugë të Zotit, dëshmor, shahid, thot i falen gjitha gjunat përveç borxhit, për hakut tjetrit. Se mund të jetë borxh, se mund të jetë mashtrim, se mund të jetë çfarë do që të jetë. Është hak tjetri ke muhabet tjetër. Për këtë arsye tha pejgamberi alayhis salam,
Kush është i falimentuar sipas jush? Thanë ai falimentuar është ai që s'ka dyshën në xhepin e tij. Jo, tha i falimentuar është ai që vjen ditën e Kiametit me agjërim, me zekat, me namaz. Këtë e ka shak, këtë e ka ofendu, këtë i ka morë pasunin, këtë i ka hyrë hak, e këta do t'i morin sevapet. Prandaj e kam thonë dhe herë tjetër, mos u bëj fabrik sevapesh për tjerët. Lodhesh, ropatesh, qanë, munohesh, kur ditën e Kiametit ti merr bota. Budalli jeti, që puno për tjerët. Mos puno për tjerët, puno për vete. E prej punës për vete është mos më hyj kujt në hak. Shpërblejet mirën me të mirë, kthejet mirën me të mirë. Thot nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot, s'ka femër në botë që ta kem pas, që të kem pas xhelozi më shumë për të se sa Khadija radhiyallahu anha. Thot pejgamberi alayhi salatu selam, nëse e vizitonte në një nga shoqjet e Khadijës, nga ato plagat e vjetra që i vishin për vizitë, pejgamberi sa ose thot gëzohej e priste. Thot edhe erdhi njëna thot një ditë e kishte emrin Gjuthame bintul Muzejin, ose bintul Mezina, kështu fiks. Edhe pejgamberi sa kur e pa, e futi në shtëpi, tha, kush je ti? Ai plagë vjetër, pejgamberi sa më njihte shumë mirë. Edhe e tham Gjuthame bintul Mezina, tha, jo Gjuthame, të jetë Hasane. Gjuthame si më thon, është emër, si më thon, plaka e filonit, si më thon, plaka bia e filonit. Ja, e tha pejgamberi se ti e bukuroshja bia e filonit. Ose thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot, kur therte pejgamberi se më diçka në shtëpinë e tij, thotë këtë çoja filonës. E pyetja pejgamberi Zotit pse? Thot ka qenë shoqja e Khadijës. Thot këtë gjë tjetër, pjesë tjetër, çoja e filonës, po pse? Ajo e ka pas dash shumë Khadijën. Khadijën e dhe fort. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot një herë thot, erdhi motra e Khadijës për vizitë. Tha, ra dera, subhanallah, ra dera, trokiti, Aisha thot, trokiti dera, thot, në atë formë si që trokiste Khadija derën. U qu pejgamberi sa se më kom. Tha, inshallah është, po e them kështu shqip, me fjalë shqip, tha, Allahumma halatu bintu Khuwailid. O Zot, qoft trokitja hala bia e Khuwailidit, pra motra e Khadijës. Hapi derën, me vërtet ishte motra e Khadijës. E mori për mësën se e futi mena e qerase e tjerë. Në marrëdhëniet ndër njerëzore ka mirësi. Atë kjo e mirë duhet kthyej me të mirë. Për këtë arsye i përmenda këto raste të fundit. Cilat janë, si më thon, më shumti, si më thon këto marrëveshjet që ose kontratat që bëjnë njerëzit. Kontratat ose marrëveshjet martesore. Çdo kuror që lidhet, çdo fejes që bëhet, çdo martesë që bëhet, çifti me njëri tjetrin i thon ca gjona. Për shembull, çuni thot gjona, disi është puna, ne po lidhemi bashkë, inshallah, më shpresoj, po unë këto gjona i kam pikë dobët. Ose goca thot gjona, ne po lidhemi bashkë, po 1 2 3 4 5. Çfarë ndodh në jetën tonë? Në jetën tonë, në përgjithësi çfarë ndodh? Po, çfarë thotë? Po, gjitha po. Kur vjen puna pastaj që martohen e filloi jeta bashkëtorë, harrohen pikat për cilat janë rënë dakord. E pejgamberi alayhi salatu selam çfarë tha? El muslimuna ala shurutihim. Musliman duhet i rinë kushteve që i vejnë njëri tjetrit. Ai pranove kushtet, mbaroi historia. S'ka më diskutim. Inna haqqa mastawfaytum bihi min ash-shurut mastahlaltum bihi min al-furuj. Kushtet më të rëndësishme në jetën e besimtarit janë kushtet e martesës. S'ka po dhe pastaj asgjë. Jo. Je zullumqar dhe i ky hyn hak burrit ose i ky hyn hak grus nëse nuk i përmbahesh. Tjetër,
kontratët dhe marrëveshjet e borxheve. Domethënë, thënë ndryshe, jetojmë në një kohë ku njeriu bëhet horr për paratë e veta. Ta vjen dhe ta merr me 1.248.000 premtime e betime, e thotë që dhe pastaj do t'ja kërkosh 1.248.000 herë. Po ka edhe më keq akoma, që ta mbyll celularin fare. Ka edhe më keq që të bën blok edhe në gjitha rrjetet sociale. Po ka edhe më keq akoma që zhduket pa lënë gjurmë. Duhet me bashkëpunu me Interpolin, me gjet. Për çfarë? Për diçka që ti ke dhënë një borxh, e ky borxh s'po të kthehet. Ndër kontratat problematike janë kontratat, le të themi, e shitblerjeve, e qerave. Dhe këta janë shumë të rrezikshme, se njerëzve ju lezetohet shumë. A i keshi, tha njoni për këtyne, tha i keshi, tha t'i kput gjunjt. Kur e shef atë lekun ashtu, që shkëlqen, t'i kput gjunjt. Me kuptimin, nuk i thu gjonat ashtu si që janë. E çfarë faj ka ai? S'ka asnjë lloj faji, fajin e ke ti që po mashtron dhe po gënjen. Marrëveshjet e punë dhënjes dhe punëmarrjes. Përderisa ke një marrëveshje pune rri korrekt, gjithmonë amanet po ta lej, kujto mishin e derrit. Kujto bixhozin. S'tpa, s'tkapi kamera. S'ka lidhje. Kapi, s'kapi, çfarë lidhje ka? Syni i Zotit ka pa. A ke bërë një orar? A ke pranu pikat? Maro historia. Tjetër, marrëveshjet që bëhen me gojë. Ka një lloj justifikimi kështu që thot se kina shkruajt ke noteri. Ose e kina bo me letër dore. Çfarë lidhje ka e punë? Uqud, fjala aqd në gjuhën arabe do thot lidhje, pra ti ke fol, ai ka fol, janë lidh fjalët. Si thoshin të moshmit, burri lidhet për fjale. Tani duhet me lidh me shkrim, e duhet me lidh me notere, duhet me vulose, duhet me pagu. Ke noteri se s'ka birnone që e kap. E rëndësishme, duhet të rrim asaj që na mëson feja e Zotit, duhet të jemi besnik, duhet të jemi drejt, duhet të jemi të vërtet, që Zoti të hedhim ne mirësi dhe begati e mëshirë, se për ndryshe për Zotin e Madh nuk kemi për ta parë hajrin, fitimit, lekut, paras, do ta japi Zoti në forma të tjera, s'ke për ta gëzu pasha Allahun që nuk ka Zot tjetër përveç tij, prandaj më mirë nga krahu jot ktheje situatën e jip të rriqu pak që mos më i shku tjetrit në kufinin e vet, sepse njeriu e ka vështirë të bëj matje kur është ai në lojë. Se me mat për tjetrin njeriu është më i kthjellët, po që i sinqert. Ama kur mat për veten e tij njeriu e ka shumë vështirë me mat fiks, sepse hyn shumë faktorë në lojë që ja errësojnë apo ja verbojnë atij aftësinë e matjes siç duhet. O vëllezër, do të përmend një ngjarje të shkurtër fare për, domethënë, korrektësinë dhe mos harrimin e të mirës nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam, më ekstrem se sa ajo që thash për Hadixhen. Një ditë i ulur me shokët e vet, e pyet njëri prej sahabëve, dëgjojeni. E tha o pejgamberi i Zotit, xhaxhai jot Ebu Talibi gjithë jetën të ka mbrojt, gjithë jetën ka qenë mbështetja jote. Saqë Ebu Talibi ka vuajtur për shkak të mbrojtjes që i bonte pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I tha njëri prej sahabëve, o pejgamberi i Zotit, xhaxhai yt. I tha çfarë?
A ka para ndonjë hajër prej teje? Gjitha e lodhe, gjitha e mund, gjitha e djerës, luft me sojën e vetë për të mbrojtë nipin e vetë, sepse nipi vetë po i ftonte njerëz dhe një fe dhe një besim, që sojë vetë ishte kundër asaj feje dhe atij besimi. Tha pejgamberi alayhis salatu selam. Po i tha. I kam bërë dobi. Po mos t'isha unë, ai do t'ishte në fund xhehenemit. Po për shkakun tim, Zoti e ka mëshiru dhe e ka çu në shkallën më të lehtë të zjarrit xhehenemit. Sepse ai ishte jo besimtar, disi jo besimtari e ka të ndaluar xhenetin, po të paktën nga funi ka kalu në fillim, pra në shkallën më të lehtë të dënimit që kanë banorët e xhehenemit. Edhe unë faktikisht nga ky hadith, elhamdulillah more çik zemër dhe shpirt dhe thash t'ua them vëllezërve dhe motrave se nëse qafirat ja kanë pa hajrin pejgamberit alayhis salatu selam, ne inshallah kina për t'ia pa dhe kina për t'ia pa hajrin me shpresën e të Madhit Zot, qofshin për atyne që ai do të jetë ndërmjetësuesi ynë në botën tjetër. Për ta mbyllur me arsyet e atyne që prishin marrëveshjet dhe kontratët. A kanë arsye këta njerëz? Ti shohim. Ngjojeni një nga arsyet. Po ai ma bëri i pari. Po si ai ta bëri i pari? O zotni, ka gjykat, ka ndërmjetësim, ka hoxh, ka nëse ta ka bëj i pari, shko gjykohu vëlla. Ku ke pati të lejohet vetë gjyqësia, ma bëri ai i pari. Do me thënë, më shoj, pa kufi. Arsye tjetër, hakun tim kam marrë. Si hakun tatë, vëlla? Ti e mat do të hakun tatë? Kush jeti që e mat hakun tënd? A keni vënë re o vëllezën, unë për shembull kam vënë re se kam bërë shumë ndërmjetësime, pafundësisht. Deri me miliona euro kam bërë ndërmjetësime mes njerëzve. Gjithmonë, keni pa ju, kur vjen njëna palë me ta thon hallin, të këput në zemër, ka drejt. Kështu i them unë. I them, vjen njëna palë për shembull, them, engjë. Vallai ke drejt, them, duhet ngjuh ai tjetri. Po kështu siç e thotë, po që kështu ke drejt. Vjen ai tjetri, i them, po që kështu siç thotë, ke drejt. Po duhet më ul. Ka për aty në që janë ustallar, e morin këtë fjalën time, po që kështu siç thotë, ke drejt, ka dhënë hoxha drejt, vazhdoi tanish. I zgjidh vet muhabetet. Po kjo nuk është e vërtetë. Unë kam thënë, nëse është kështu siç thotë, ke drejt, po duhet më ngjuh edhe palën tjetër. Arsyetim tjetër, kjo është Made in Albania. Produkt shqiptar autokton. Gjoje. Sa fiton ai. Sa fiton ai. Po ç'tu sa fiton ai. Çfarë halli keti me fitimet ati? Sa i ngjon muhabetet për shembull, jo po tender, jo po pallat, jo po kështu, jo po ashtu. Ky në fund fare për i rrog, për shembull, 1 milion lek. Sa fiton ai. Gab naftën këtej, gab çimentën këtej, gab gjëra të tjera. Sa fiton ai? Subhanallah. Gjë e tjetrën, edhe kjo është Made in Albania, produkt shqiptar. Thot gjëje. Se çfarë po bën ai? E ma 5 orë plus, a më se të bëgjoj. Ose ka i punë të thjesht për shembull, e ngarkon dhe me ca tjera ky, a më se të bëgjoj. Në orar të punës është. O zotni, ju keni rënë dakord për ta marrë këtë njeri i punësuar tek unë 8 orë çat të kem unë punë, apo i punësuar për këtë gjë, se mund të ketë edhe kështu, i punësuar tek unë çat të kem. Okej. Po nëse ky është për shembull le themi roje, ti nuk mund ta ngarkosh me gjëra të tjera, zotni, se marrëveshja është bërë për të qenë roje. Marrëveshja është bërë për të qenë shofer. E ngarkove me diçka tjetër plus. Ama se sa të bëj gjoj. Po ç'u ketë, është duke bëj apo s'është duke bëj gjë. Ju si keni rënë dakord me njëri tjetrin, mbaroj historia. Rri asaj që ju keni rënë dakord me njëri tjetrin. E ilaçi i gjithë kësaj gjëje, cili është thënia e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Irda bima qassama Allahu lek,
tekun aghnën nas. Kënaqu me atë që ka da Zoti për ty, se do t'jesh më i pasuri i njerëzve. Kënaqu me atë që ka dhënë Zoti. Falëndero Zotin për atë që të ka falë Zoti. Nëse s'të pëlqen, dil nga kontrata, nga marrëveshja, fillo punë vete, përpiqun vete, është e drejta jote absolutisht. Po përderisa je në një marrëveshje, përderisa je në një kontratë, s'bën që të shkelësh pikat për cilët është rënë dakord. Atëherë ky ishte ajeti i parë i surës El Maide, që mendova të rikujtojmë veten dhe të rikujtojmë njëri tjetrin me këtë gjë që është kaq e rëndësishme në fen tonë dhe në besimin tonë, për të gjithë ata që i thon vetes besimtar, besoj Zotin dhe besoj se i ditë do dalë përpara Zotit me dhënë llogari.